Deçani besoj që po, Uniku është një komunë. Deçani besoj që do të fiton Bashkim Ramosa. Bashkim Ramosa, edhe pse pe bëjnë nervoz që e thamë edhe natë këta natyra kuqje Demalni. Nervozi që na bëjnë. Uniku është interesant, nuk është komunë që kësaj here mundet me ju kthy me rikthy Agron Kuqi, ish kryetari i disa mandateve në Ka sondazhave? Po, ka të dhëna që edhe pse është komunë e vogël, edhe zakonisht aty diaspora në herën e fundit e përbys rezultatin mirë, po kësaj here edhe këta janë për kujdes që diaspora do të thotë me qenë në të themi kështu e angazhuar në këto zgjedhje. Vitia zoti Haliti edhe aty besoj që me shku pa fitu kandidati i LDK-s. Ka qenë konsolidu më dhaj. Hajde Vik, ku po nëse s'ka baletar? Jo, vushtria po është. S'ka i kisha po problematike, unë realisht kisha po, nështë pak ma... Problematike është drenasin, do më thonë mendoj që përfundimisht PDK-ja ka me hup. Besoj që ka frym pro... Ka puls që thujnë, ka frym pro Ramizit, Ramiz Ladrolcit. Kam pa, do më thonë e kam brejt edhe vetë që ka frym. Fushë Kosovën është problematike, menoj që LDK-ja e ka në rrezik prej VV-s, VV-ja e ka një kandidat bajak i populist, personalisht menoj që kandidati i LDK-s është maj mirë kë Besniku, po besoj në fund që ka me hup LDK-ja mas 20 e sa vjetëve ka me hup Fushë Kosovën. Sondazhet nuk thojnë kështu, po në rregull. Besoj që ka me hup pasi që është bajak i populist edhe njëri popullor atje. Fushë Kosovë? Fushë Kosovën, po. Po bre, po famshme atje do punësime që i ka shpinë kekë. Shumë problematike. Po shpresoj që ato punësime në kekë. Vushtria. Zotin Trebej. Që ata kanë me votu, se ti i punëson 300 vetë, po ty të tjednohen edhe një 900 vetë. Ata përbres janë goxha shumë. Përbres janë goxha shumë. Paknaqeni të hakmerën. Pse është ine... Vushtria është problematike. Vushtria problematike do të... Kush për kënë është problematike? Problematike që PDK-ja po thuhet që ka mundësi të madhe me hup. Prej kuj? Prej LDK-s ose prej VV-s, njonës. Ta është dihet aty. Aty nuk dihet, po thamë janë problematike. Klina, normalisht. Klina... Klin, për shembull, unë kam prit, në Klin kam prit e një personalisht gjithë, po kam prit prej Ramizit, Ramiz Rusës, kam prit që ka më përformu ma mirë. E një, në Klin. Ramiz Rusës, i cës parti? I VV-s mirë, po besoj aty që nëse Sokoli punën që shduhet, Sokol Bashota, mundet me rikëty Klinën. Besoj, pse pritit janë konë për Ramizin, po nuk është të përformuar. Këto është menimet më ndryshe. Ata e një personalisht kajtë. Ramizja si u fut për konstelacioni, kështu të fitusit. Jo, po pritit e mija janë konë se një personalisht. Nuni me Sofoni. Jo, edhe Ramizi intelektualisht është shumë nivel, është njëri punëtor që i një problemet. Ekonomist, po konë edhe zavendës nën kryetari Sokolit, do konë Begrat. Ramizi është kandidat i VV-s, po thash nuk po përvëmën sa duhet, edhe për ndaj thamë Ramiz Kamenica është interesant. Për shembull, Kamenica këso here mundet me u rikthy qendronin. Matematikat mujnë me rikthy qendronin Kamenica. Besoj që nuk vetë vendosë e të përqam atje. A menis me ranë për Leposavicit të vizdeson? Ja, Leposavicit ty mes në intereson fort. Tash Prishtina nëse dikun veri nuk fiton lista sërb, s'ka në Leposavic ka gjallë që... Kuj? Po, janë aty disa kandidata, se nështë Nenad Radosavljević janë edhe ka tjerë, që aty është situata pak ma, se dhe më thonë... Dhe i Brejnez, vjenë shumë ka me fitun tana. Po mundet me fitun tana, është pore letë e mënqime, po... Tash, Mitrovic Halo ka garë, mundet me përfundu pa paletaj, po për cilën kandidat metet me pa. Vushtri unë besoj që fiton, Ferit Idrisi prap, me baletaj, po fiton. Skënderaj shkon pa baletaj për DK-ja, Drenas fiton Ramiz Ladrovci. Vushtri për shambull që e përmene, vishtë në falë për shumë dërhyrje, e kumpani një sondazh për shambull, respondentat e VV-s kur i këshim pyet cilin kandidat për partive tjera e preferoni, dikun 50% kishtë dalë kë aktuali, Ferit Idrisi. Nëse shkojnë baletaj, votuste e VV-s e favorizojnë... Ferit besoj e fiton... Agim Aliun
votues si VV-s, si më thonë masën 50-60% ata njerëz që votojnë vetëvendosin në zgjedhjet përgjithshme, votojnë Agim Aliu. Edhe në zgjedhjet kaluara që Agim Aliu është prej komunave më i pakontestueshmi. Unë besoj. Mbi 60% fakt. Po edhe është në zgjedhjet e kaluara lokale nuk kam pa asnjë opinionist në studio që ja ka dhënë fitoren Feritet, të tonë kanë thonë Blim Latifi. Po thua? Vetëm Blim Latifi. Zgjedhjet e kaluara, po. Unë ja kum dhënë. Garantojone, pra se gjithë na bëjnë nervoz se thënë fiton kandidati i PDK-s. E mbaj mend për këtë. E kam thonë edhe unë, ndoshta në mirë që ai do të nëse, po. Jo kam mundësi atë. Kam lënë sy me rraj. Na nuk folëm për kryesorën në folëm. Ano, destash. Për kryesorën. Prishtinë është sigur balotazhi. Pa balotazh po thonin. Kush ka pa balotazh? Dibra. Besoj që Gjakova shkon bë balotazh, ato që thash edhe më herët, avantazhi i disa kryetarëve. Po, avantazhi i disa kryetarëve e kam përcjell pak në të debate, më thonë krejt kundër kandidatët out me qytetin. Ra vetë nuk po shoh që ka ndaj që më thonë ndaj kundërshtar që po mundet me i bo kashëllëk Smaj Latifit. Kush tjetër, Ferizaj kisha pas qef që me sfidu. Smoj ju ka lavron. Po, kisha pas qef në Ferizaj. Kisha pas qef në Ferizaj me sfidu Agim Aliun. Të më dhëtë kandidati VV-s Enver Haliti, po e shoh që... Po e bon kode, po kisha pas qef me sfidu, të më dhëtë Enver Ferizajin, se u kryu një farë miti që ka pas një performancë jashtëzakonshme, ai me gjasë edhe prej një dozë të arrogancës Agim Aliu s'po merken pjesë as në debate, nuk e ditash qëndrimin zyrtar çfarë ka, unë e pashë në disa debate. Nuk ishte marrë pjesë. Albini ka ai mos pjesëmarrin debatë. Jo, dikush nëse marrin pjesë se cilën debat. Nëse Agim Aliu është çaq i fuqishëm, në një debat ka qenë. Në një debat. Se ka nevojë me utupi debat, është në rregull në të shkon. Ja, ai mos tutet, po vetë vetvendosja mos prekën sham. Drenasi e përmenum e pashën edhe debatin për baldjen në qepat performancën a i dje. Ramiz Ladrovsi ke këtë shumë energjik, kështu që... Për energjik, ja do. Do më thonë, për dhe këja si shdasht heq më kun komode në drenas, Peja nuk po shoh ndaj farë energjie ku me di çka pe kundër kandidatëve, nuk e di çfarë performance. Ali Berisha ka një listë mirë që nashta mundet pak me këto njerëz të pejës që aty kryetari aktual keni një forës që ja bëni këtij vetëvendosjes. Që flenden 12-ta? Po vetë ai me ata dina. Çej, kelmendja po. Taulant kelmende. Që tash Peja, tash veç nëse punojnë Taulant edhe Aliu në terren shumë, na për takime sy me sy. Pa e që ka shumë na për qendrës, nuk duket që janë sfidues të mëdhaj të Gazmet Muhaxhirit. Atë si percepcion, Gazi duket që ka lënë pa ballotazh. Gjakova Gjini jetë shumë larg. Ajo është gabim e kam përmendur edhe më herët i partive të mëdha që i lojnë deg të pazhvillume. Ato PDK-ja po thuaj se nuk ka deg fare. Vetvendosja nuk është aq e fuqishme. Si PDK-ja në Podije, për shembull që s'ka, një komunë shumë e rëndësishme është inekzistente në Podije. Vetvendosja kanë kandiduar njërin në momentet fundit, nuk i kanë treguar para një viti ose 2 viteve që je kandidat për Gjakovën për kandidatë. Po. Këtë në fund. I kanë kallzuar në fund. E sfidon një njëri që mundet me fitu pa ballotazh. Ti pe kallzon para një muaji gjys, në mënyrë që është gabim, është keq. Deçoni është hera parë që është një gojë interesante. Ramusaj parim kanë edhe vetë faj që pranojnë. Ajo tjetër sant. Po, veç edhe partia është mirë mi përgjell më herët. Do të ditë para se me fillu fushata me hingor për Deçoni më ne që për herë të parë është në një fushat zgjedhore është tamam. Domethënë është sfiduar Ramusaj pe natyra kuqit. Me një anë edhe pe shkëmbim Demaliajt. Edhe shihet që është hera parë që është në stres të madh. Po ban sqarime, reagime, po mënuhet të i dhonë përgjigje, herën e kaluar ka qenë shumë komod edhe veç që ka fituar gorën edhe nuk ka pas në farë sikleti. Joniku, ato njëri fiton pa ballotazh nuk është vështirë. Faktin 3 kandidat. Është edhe vetvendosja ka. Është që çon peshë. Istogu mundet me shku pa ballotazh.
nuk është si partitë e tjera. Po mund të fitu Ilir Ferrati në dëgës. Iliri është shumë komat edhe... Partitë tjera edhe kandidatë tjerë nuk shihet që edhe po bojnë përpjekje të mëdha me rëndësi. Malisheva dihet. Malisheva, gjosat janë që në ndryshim. Ato ose me ballotazh ose pa ballotazh, po unë mendoj që kryetari aktual fiton. Domethënë, çajo ideja në kalimit e projekteve të mëdha shtinismës. Domethënë, shumë njerëz Malishevës janë të kënaqur. Interesant janë 3 kandidatë atje, në fakt. Po flitet që ky VV-s të performon mirë në ka qenë kandidati VV-s. Sa kryesisht të Malishevën, ka shumë njerëz që janë të kënaqur me punën që ka bërë Ekrem Kastroti, domethënë ndodhen njëjtat që ndodh me Ferizajin, që në Ferizaj ka shumë njerëz që e përmenin në superlativ Agemaliun. Sohareka, to pajtona me zënë Dibranin. Ma në fund një për pro Sohareka. Kini mu shgënjën Sohareka me dëmëletin. Iler, nëse moj, unë e menaj që gjosat i ka me fitu pa ballotazh. Gjosat, se solucion gari ka. Me full me gjosa. Qaj që i në garë ka gjosa me fitu? Jo, përse nuk thash ashtu, po flasun me fuqit vota. Kush i ka gjosat? Bali Muharrem. Me fitu pa ballotazh. Por a i shdosht me u sfidu. A i shdosht. Na folën vetëm për gjosa. Në që të sfidu, po ta... Solte se kemi të gjosat. Është i vetmi për kandidatëve që është pretendent me fitu pa ballotazh, që performancën në debate ka jashtëzakonisht të dobët në përshëndetje krahasim mes Latifin, që kur shkon në debat dhe është i favorizuar për fitore pa ballotazh, kandidatët e tjerë mposhtë lehtësisht. Ky është i vetmi që sfidohet me pyetje edhe me akuza, me dëshmi për korrupsion Soharek, edhe mbetet i bllokuar edhe pa përgjigje ndaj rivalëve politik. Hiç më larg se dja e poti pej kandidatët për PDK-s më duket, që ja përmend se qysh porët ja kanë dhënë firmës, por rruga nuk është asfaltuar. Edhe ky mjetet pa tekst. Domethënë është i vetmi kandidat që rivalët e tina me dokumente, me dëshmi i kanë treguar, i kanë thonë që filan firme s'ja ke çu porët, rrugën se ka shtruar. Kandidatë tjerë nuk kanë që se sana. Okej. Asnjëri s'po të akuza që ka shtrona. Klinin ja harrove Klinin. Unë mendoj që Zenon e Lezaj edhe Sokol Bashota, janë veç 2 kandidatë që unë isha në garë, në Klin. E që të respektin për të tjerët, mujnë edhe me befasu, po unë e për qendrës isha veç këta 2 si të fuqeshëm edhe që mujnë me fitu garën. Tash, sa është mundësia. Gjilonin e keni harru? Për pa ballotazh. Më duket për pa ballotazh. Gjiloni është befasi në kuptimin që LDK-ja gjithë ka qenë rivale. Iliri thajet, Gjiloni, PD-jeva, nëse nuk gaboj, dhe tha nëse do të shkojnë ballotazh, pastaj ndodh. E Gjiloni për shembull, mu ka befasu. Gjiloni nëse shkojnë ballotazh, shumë e bindur që se Gjiloni gjithë LDK-ja ka pas kandidat furë në Gjilan. Edhe gjithë e ka llogaritur ose rikthimin ose fitoren, herë ka hup, herë ka fitu. Në gjithë fushat zgjedhore, unë e kam pa që Alban Hyseni ka livru mijat Orber Ismailin. Domethënë prej atij shembullit me raportin e radiologjisë, që tha kum shku atje po s'ka shampan. E një ditë mas aty nuk guxoj edhe me shku në debatin tjetër mu përball me Alban Hysenin. Okej, kryetarët aktual janë të shfrytzuar faktin që kanë më shumë informuar. Nuk ish desh me marr kaq tragjike për një huqje kur do. Ai bëja huq Donald Trump po thotë luftë Azerbajxhani me Shqipërinë e punoi luftën. Presidenti i Shtetit bashkuar. Tash për një radiologji po a di janë dësane që po fryhen vetë kështu me Obama. A di pse duhet që nuk ka tragjike me ahuj diçka. Jo po ata nuk tha kështu. Nuk ka edhe nuk është mirë po. Nuk kanë fare marifeti, nuk e proceduar. Nuk kanë fare marifeti. Performanca shumë e dobët. Po breveshë nuk tha që Orber Ismailin do të kyçozoja me hik pigorës, me det certifikuar se ka bërë gabim. Fut kur dikon se mund e fut dikon e mashtron. Tash ky Albani e futin kurt ato me çfarë radiologji. Në fakt pas ka diçka apo të dikosh që do të me hik pigorës Orber Ismailin kyçozoja me vendim? Ashtu. Problemi Ti po duhet ashtu. Unë s'ka po shoh është fakti që kandidat që një pjesë e tyre që janë kryetar komune kanë informata më shumë për projekte komunale. Janë më të informuar. Tash aty Orber Ismaili nuk ka ndodhur çka shampuni, po duke qenë jo shumë i informuar për çerë dhe rrugë e raste konkrete, tani kur ndodh edhe reporti,
Ti pak edhe mërzitesh, ngohet ajo mërzit që i ka përgjisht ti Albonit, se këto veç me veç ato kunota i keni rahatu që i shkëmbeshin me një partipi. Ta është ajo zotësie kandidatet. Që e praneshin në interviste e të gjora që i kanë shkëmbyrë. Mos qeni të zotësie kandidatet, ajo do unë të marrë ty. Është edhe ma tragjike, kur shumica e këtine kundër kandidatëve serios, për shembull ikon minimum nështë ka 15 varet për komunës, po ka 15 asambleista që ishdoshmi për cilë këtë proceset për 4 vjetë, edhe ata ishdoshmi kriju një dosje, qka edhe ku me umbrojt e ku me godit, po kjo është prap. Nuk janë metodik, nuk edhe në fund këtë angazhohen, gati në se cilin komunë ti eshe, që do të të vesh kur fillon fushata, ja nisin me allakot, me skandal. Edhe mëra debatet mundë me ndodhë shumë situata njëri. Mundë me tikë për shama me një moment duke pra po flasin për njerës që me gjithat jetojnë, pra nuk e kanë qitë përballin e prezidentat që për do mi arsituti, branë, po pasaj për të jam fjallin, nuk e kanë pra shkatsin, unë zojmë shamu t'jujin që përballin prezidentat televizion, pra jenë njerës që ndoshta jenë metodik, po nuk dalin prezidentat. Por është ata për shkatsi, po shkatsin e debatit, apëdim që më shumë, që rrinë me zëtnu. Për që lykin qytetarë me pas një kreator të shkatë. Edhe peqelim edhe vegzën e Prishtinës, për me të saj se... Jo në debatit. Sikur në situatë Edhe ja kanë vjedhë votën. Jo veç debatet, po kryesisht debatet që duhet më u tregu zëtësia e kandidatëve, është një mas, se me thonë, një mas e gjykumit që ti e merë në shtapej një sekuence, që sështë e plota, por në kohën që po jetojmë, në këputje, në prerje, në propagande kështu, ato dhe qëllimi i çdo lloj performance, çdo lloj paraqitje është me bind qytetarin apo jo. Ta qytetari është lehtë apo vërtet i bindshëm varet prej çtyne sekuencave. Mund mendoj që ma lehtë bindet kur nxjerrën çdo sekuenca se si punë shahut një hipotezë dhe e hub komplet garën. E nxjerr një sekuencë e plasën edhe mundesh me hub komplet garën. Domethënë që kjo është për debatet, për performancën e kryetarëve. Për Prishtinën. Ta ilustrumi, pa dalë të Prishtina, ka qenë një sekuencë, një hipotezë që po thotë, që e ka fituar ndoshta garën për Pajim Rama kundrejt Arben Vitis. Ku i tha, apo do me ta vizatu, tha qysh bëhet ajo, tha në parkinxhe po më apo do tha me ta vizatu, apo dhe nuk një moment, pra kur pat saksisht, domethënë e ka Allah ja ka pas vizatu ti tërkosh aty në po bashkë me Albinin. Me kanë shumë çështje. Që të fakti që po moj mend, pra është një prej që ka plot. Pra qyruni moj mend edhe debatin Fatmir Lima e Isa Mustafa në 2007. 2007 ku kanë kalu për Prishtinën, edhe qysh Fatmir Lima i ke shumë i sjellshëm me Isa Mustafën, profesor, edhe u duk si student ndaj tij. Edhe fakte hupi atë debat, edhe Isa u bë kryetar i Prishtinës. Qytetari i çdo komune, domethënë qytetari i çdo komune vendimin për me votu një kandidat do me marr saktësisht për asaj që u tha. Zotësisë atij kandidati për me udhëheq me komunën. Dhe kjo është dashur me shërby pra të kandidatit. Dhe kjo është dashur me shërby si për vetëvendosjen dhe Albin Kurtin, që mos me qit, domethënë në front të parë Albin Kurtin, se kjo po prodhon manej një farë regresi, si më thonë, për gjatë këtë fushatës edhe një farë disfate në nisje për vetëvendosjen, se unë bindjen e kom, ajo se dhja ka nevoj me pas bindje, se në 2021 që ajo u manifestu, si me thonë. Nuk lyp qytetari i Gjakovës me pa qysh ka me performu tash Ardian Gola me Albin Kurtin. Po veç Ardian Gola. Njëjta aplikohet edhe për Prishtinë edhe për gjithë tjera. Edhe të Ardiani edhe të shumë kandidatë shumë me rëndësi që nuk po jetojnë komunat e veta. Për shembull Ardiani është sociolog i nderuar, është këtë dim, është akademik, po ai pjesë më të madhe të jetës vetë është tu e kaluar në Prishtinë. Kemi rastin me Vushtrrin për shembull. Kandidati i LDK-s jeton në Prishtinë. Vushtrri shkon si turist tash. Kjo po luan rol te votues. Kur e shohin çdo ditë aty kur për shembull Vetri Hamza
Bedir Hamza ka jetu të kohën në Mitrovic. Kur nuk ka jetu në Prishtinë, për Arioni nuk e di, edhe Arioni besoj aty ti e ki veç një krahasim shumë të thjesht. Albin Kurti sa ministra i ka pas, 12-14 sa dhe që i ka pas, që aty ofër për dit, ose ishtë supozumi pas ofër, edhe ka pas që nuk e ka mundësin, se me thonë me bashkë qeveris me ta në mënyrën më të mirë të mundshme. E qka e bin të një qytetar të, e që morëm shambull Kodzakovën, hajde Pejen, të Pejës që Taulanti tash ka me qeveris mirë sepse Albini po vjen në çdo ditë në fushatën e tij. Pra duhet më dhon shumë më shumë përparësi kandidatëve në lokalitetet e tij. Dhe për performancën zotësitë e kandidatëve, dhe që ke për Prishtinën, në shtatë përfund sa me qel. Unë besoj që Ajrlla Sheku është duke pri, nuk kom pa ai sondazh, nuk kom në fakt informacione, po unë për faktë një farë performancë kështu të përgjithshme në rrjetet sociale dhe në terren që shohim, ama e meritojnë qytetarët e Prishtinës një përballje. Halo nuk është të ndodhë, edhe nuk e di kush është të refuzu dhe për çka është të refuzu. Mujë me Nëse apo të më vazhdo. Jo. Vetëm për përballjen, pra deri mram nuk ka pas në iniciativë serioze, ju ka nisi maila, kërkush nuk është lajmëru, krejt kanë pritë që me qenë përballje Mrama, pra pjesë e paneleve. Mram Pressing përballje Mrama ka thonë që unë jam për debate, pra ka pranu sfidën me rivalet, besojnë ka përvojnë edhe televizionet tjera, edhe ne si televizionim ka përvojnë me pas një debat. Trio. Unë kësha me dosh trio. Do me thonë, pa i hinë hak tjerëve, po nëse ka një komunë, që janë 3 kandidat, 3 pretendent, pra që mundën jenë se kjo është më rëndësi, dje që me pas Prishtinë balotash, edhe është më rëndësi në debat me po kush me konin po tangenton, po mendoj pe këtyre 3 kandidatëve sepse plot mendojnë që i bëhet pa drejtë të tjerëve. Me kjo është vërtet që bëhet pa drejtë. Durin e 2 debatet me çu dën ballotash. Veçë na e pam për shemb për Mitrovicën ai LDK-s, më shumë të jeni më ke fatën pecët se u tregoj ke hapur që është me Arionin. Edhe kjo votuesin e LDK-s e pan që me votu për Fatunën, se e jo për to, se nëse voton për to, atëherë pse me votu për to, të kom e votu për Arionin, kur ky ju të në kohën e për krake ato. Edhe kjo është interesant, edhe në diçka, Mitrovic për herë të parë, edhe më thonë se Shalja e Drenica gravitojnë Mitrovic, po asnjëherë s'ka pas mas luftë të kryetar Shaljan. Në dy tjenë Shaljan. Tash të 2 kandidat, do më thonë, ditë të sigur që Ja se mori këtu një genealogi kështu fisnë. Si mas informotat që i komune, Arioni edhe Fatoni jenë edhe Kushëri. Po një të fesë, po më dojë. Mirë po, njërën që veta, për kanë kime votu, tha për Arionin. Pse Arionin, tha Arionin është Shaljan. Tha që Fatoni, po të vokë sa një që në për Mitrovic. Diçka mas të përdu për Prishtinë me nisë me Tibronin. Edhe diçka, na për injorujme, nuk po flasëm, po për shamull zgjedhje interesante janë edhe komunat e Veriut. Sigurisht. Ato nëse do të thotë, nëse atje rikthehet lista serbska, do të thotë ajo ka me pas efekt të madh politik edhe në nivelin qendror. Edhe këtë politika që zhvillohet edhe propaganda e qeverisë në detyrë